Presidenti Amerikan Donald Trump ka vendosur që të shtyjë efektet e emergjencës në Ballkanin Perëndimor, e ndoshta kjo mund të përkthehet edhe në ngrata të reja përveç atyre që tashmë i dim. A mendoni që, po themi, nga ai mos reagimi i ambasadës amerikane, kjo është një kthim sysh nga Shqipëria? Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Duhet të keni parasysh se presidenti amerikan vazhdon linjën e tij, një linjë që ka të bëjë me interesat amerikane, sepse zoti Trump është biznesmen dhe pastaj vjen politikan, dhe përveç se është një politikan i suksesshëm për shkak se mori mandatin e dytë, është edhe një biznesmen i cili ka interesin e tij çfarë? Amerikanët. Që do të thotë ai është biznesmen i cili kur do të shkojë të investojë në vend të huaj, don që vendet ku do të investojnë amerikanët të jenë vende të cilat edhe prodhojnë demokraci, por edhe kanë edhe drejtësi të pavarur, të paanshme, që nesër një investitor amerikan mund të shkojë të investojë dhe mos të jetë nëpër dyrë të gjykatave duke mos marrë vendimarrjen e shpejtë dhe të duhur. Dhe prandaj vim sot këtu përpara jush një fakt konkret. Është dekreti, që dekreti është nënshkruar me datën 20, e keni këtu. Presidenti e ka nënshkruar dhe përveç kësaj ka zgjatur afatin, dhe afati do thoya unë është thjesht procedurial, nuk është afati i cili ka të bëjë me emra konkret. Duhet keni parasysh që presidenti ka në agjendën e tij 69 emra me peshë të rëndë, do thoya, për politikën shqiptare dhe për sa i përket dhe oligarkët shqiptar. Po kush janë oligark? Pra do të bëjmë një dallim midis oligarkut shqiptar, pra është ai i cili vjedh dhe nuk e shërben atë çfarë ka bër, pra PPP-n që ka marrë në xhepat e tij, dhe pushtetit ekonomik. Pushteti ekonomik do të rrijë qetë, nuk do të ketë dhe nuk do të ketë ndaj tij asnjë, do të thoya, rrezik për të shpallur në ngrada ose për të ndaluar hyrja. Por çfarë sekreti ekziston te ky dekret këtu? Ky dekret është një dekret i cili vazhdon dekretin e mëparshëm të Trumpit, të Bidenit dhe të tjerëve presidentë të mëparshëm. Por presidenti Trump do bëjë diçka që Bideni e bënte ndryshe. Pra, disa do të jenë në ngrada për sa i përket publikimit të tyre, që të jepet mesazhi që linja jonë është një linjë më e fortë se sa Bidenit, ndërsa disa të tjerë kur do të udhtojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do t'i thënë në falni, po ju nuk mund të hyni pavarësisht se jeni pajisur me vizë. Pra do të ketë nga këto 69 veta, do të jenë disa në një krizë, o do të thënë një presion, në një tension, a do të jenë ata në listën e zezë kur do të shkojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe duke qenë në këto kushte që jemi sot, unë mendoj që zoti Trump dhe ajo që unë dua të them tek qytetarët shqiptar, mos dëgjoni për se vajza e tij po investon në Shqipëri, dhëndri po investon në Shqipëri, do të keni parasysh që presidenti, pavarësisht se si është në bizneset e tij apo si ai i kalon dhe kujt ka trashëguar për shkak se është president, nuk mund të merret sepse do të ndiqet penalisht, dhe ju ta keni parasysh se kur je president nuk të ndjek asnjëri penalisht, por kur do të ikë nga president normalisht do të gjej kundërshtari politik se si do të godasi në rast se familja jote është futur në çështje të brendshme të një shteti tjetër ku babai ka qenë president. Prandaj familja Trump e ka linjën të qartë që nuk futemi duke përmendur emrin e babait dhe as bëjmë takime në do të thoya në mbështetje të emrit të babait, por ato takime do t'i bëjmë në mbështetje të kompanive që kemi kërkuar leje dhe licencim, por edhe favore. Do të keni parasysh diçka ju, që familja Trump në Serbi dhe në Shqipëri, ligjvënësish serb dhe shqiptar, ja ka lënë kaq shumë hapësirën që të investojnë kujt i do qefi në Republikën e Shqipërisë dhe të Serbisë. Në rast se futemi në legjislacionin shqiptar, Këshilli i Ministrave në Republikën e Shqipërisë ka hapur, do të thoya, kaq shumë hapësirën për investimin e familjes Trump në Shqipëri, duke bërë dhe ligje pothuajse posaçme lidhje me familjen e Trumpit. Pra do të thotë
Kjo është si tipa e asaj qokës që ne themi që unë po të bëj qokën, por në një moment dua të bëj një foto me babain tënd. Avokat, a mendoni që në një të ardhme, po themi si objekt mund të jetë edhe vetë zoti Rama i personi non grata? Unë mendoj se në politikat amerikane, të cilët janë hartuar në vite më përpara dhe nuk hartohen thjesht për një kërkesë të një fondacioni ose të një familje fondacionesh që kërkojnë që të godasin kundërshtarët politik nëpërmjet non gratës. Non grata erdhi si një nevojë ekstreme e kërkuar nga Rama kundër Berishës, sepse në realitet vetëm Berishën e kemi non grata, sepse ju mund të thoni që kena edhe emra të tjera, kupton? Por Berisha është faktor kryesor i vendit. Duam ne, ai është një person i cili ka krijuar leadershipin e tij dhe nuk ka asnjë fjali non grata apo diçka tjetër që atë mund ta mposhti. Pra do të thotë, unë mendoj që non grata mund të ndodhi pasi të ikë zoti Rama nga kryeministër, po ka edhe një sekret. Sekreti është ky. Në rast se drejtori i FBI-s do të shkojë dhe do të bëjë një rjetim të rastit me Gonigan, unë mendoj se dosja e tij do të rihapet dhe do të rishqyrtohet me prova të reja shtesë, sepse duhet keni parasysh që provat të vjetra të cilat janë shqyrtuar një herë nuk shqyrtohen, cenimi i procesit penal, ndërsa në rast se kemi prova të reja të cilat nuk kanë dalur, po do të dalin, sigurisht do të dalin, sigurisht ka, po kjo do të bëhet me një, do të thoja, ofertë. Dhe mos harroni një fakt që duhet ta shikoni me vëmendje, zoti Trump në summitin e NATO-s foli për konfliktin me Iranin, lufta filloi, por ama nuk kemi pasojat e një lufte. Pra, pasojat flas ekonomike. Por në të njëjtën kohë tha për Indin, në të njëjtën kohë tha për Pakistanin, në të njëjtën kohë, çfarë përmendi zoti Trump që asnjëri se kuptoi dhe la të kaloj kështu të qarkulloj? Kosovën dhe Serbinë. Po pse zoti Trump duhet të merret në një moment kur ka pasur një problem me Kosovën dhe Serbinë dhe jo Shqipëria që duhet të jetë protagoniste për të mbrojtur interesat e Kosovës ku ka konflikt me Serbinë? Kjo duhet na vej të gjithë të kuptojmë që a e beson zoti Trump zotin Rama si kryeministër të Shqipërisë, sepse akoma nuk e ka uruar për rastin e mandatit të 4. Dhe mos harrojmë faktin që vajza e Lacivitës është drejtoresë e shtëpisë së bardhë. Pra do të thotë që ka një ndikim politik e gjithë ajo që ne themi për sa i përket rolit të Trumpit në Ballkanin Perëndimor, sepse për Trumpin në Ballkanin Perëndimor nuk janë shtetas të vendeve respektive që janë kryeministra. Jo, janë kundërshtar politik të agjendës së Trumpit, pra të linjës Trump, që do të thotë, zoti Rama ka lidhje me familjen Soros, pra armiku kryesor i Trumpit. Zoti Vučić është pjesë me Putinin, pra një armik për sa i përket Putinit. Dhe zoti Albin Kurti është një sorosian i së shkuarës. Ta nuk e di atë është e ardhmes, por është e shkuarës. Pra, të gjithë ta janë kundërshtarë të tij, që do thotë zoti Trump do të zgjedhë alternativën e duhur për të goditur 3 kundërshtarë politik në Ballkan.